Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Gjurić deklaroi se arsyeja kryesore pse Serbia nuk është e para në listën e vendeve kandidate për integrime europiane është politika jone jashtme e pavarur, por edhe bllokimi i dialogut me Prishtinën, ku siç tha ai, Serbia është peng i sjelljes së regjimit të Kurtit. Kur u pyet nëse ka një mënyrë për të përmbyllur kapitullin 35 që lidhet me çështjen e Kosovës, ministri i Punës të Jashtme i Serbisë tha se kjo qeveri ka dëshirën dhe detyrim të luftojë për ruajtjen dhe përmirësimin e pozicionit të serbëve në Kosovë. Duke komentuar deklaratën e fundit mbi bashkëpunimin ushtarak midis Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, Gjurić thotë se është fuqimisht kundër marrëveshjeve të tilla jo transparente pa koordinim me fqinjet më të afërt. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës në mandatin teknik Eyüp Maqedonci tha se politika pushtuese dhe destabilizuese e Serbisë e ngolitur edhe në kushtetutën e saj, e cila tregon se Kosova si pjesë e territorit të saj, gjë që konfirmon vazhdimisht ambicjet e saj ndaj Kosovës. Kjo reflektohet vazhdimisht në deklaratat, veprimet dhe aktivitetet e tyre, por edhe në mbështetjen e institucionet e sigurisë në Serbi u ofrojnë elemente që kryejnë sulme dhe aktivitete terroriste në vendin tonë, tha Maqedonci për RTK-n. As përpjekja 18 për të konstitutuar Kuvendin e Kosovës nuk dha rezultate, sepse as në vazhdimin e sotëm të seancës nuk pati votat e mjaftueshme për të formuar një komision për votimin e fshehtë për zgjedhjet e kryetarit të Kuvendit, kështu që seanca e radhës do të mbahet të mërkurën. Për momentin vendvendosja nuk tregon ndonjë qëllim për të propozuar një emër tjetër dhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Përparim Gruda thotë se vetëvendosja po i mban peng institucionet e Kosovës dhe theksoi se Partia Demokratike e Kosovës nuk voton me diktat dhe fshehurazi. Antari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Alban Zogaj thotë se ka një hendek të madh midis partisë së tij dhe vetëvendosjes dhe thotë se situata në Kuvend është absurde dhe e turpshme. Ish ambasadorja e Serbisë në Britaninë e Madhe Aleksandra Joksimović tha se vetëm pas formimit të institucioneve të Kosovës mund të presim një vendim për heqjen graduale të masave të Bashkimit Evropian, megjithse disa prej tyre, siç vlerësoi ajo, nuk zbatohen në praktikë as tani. Politikologu Aleksandr Shluka vlerësoi se nuk ka konsenzus brenda Bashkimit Evropian nëse duhet të hiqen masat ndëshkuese për Kosovën apo të ndëshkohet ajo shtesë për shkak të veprimeve të njëanshme. Analisti politik Gzim Kasapolli vlerësoi se masat kundër Kosovës nuk do të hiqen derisa autoritetet në Prishtinë të ndalojnë të luajnë fshehurazi. Ai thekson se vetë autoritetet në Prishtinë i dhanë Brukselit një arsye për të vazhduar me sanksionet. Stacioni Hekurov në fushë Kosovës ndaloi trafikun për një orë si pjesë e një proteste të organizuar nga punëtorët e kompanisë publike Infrakos dhe Trejnkos, raportojnë mediat në gjuhën shqipe. Kjo është hera e dytë që punonësit protestojnë duke kërkuar rritje të pagave, të cilat sipas tyre nuk kanë ndryshuar prej më shumë se 15 vitesh. Edhe punonësit e kompanisë së shërbimeve në Prishtinë po protestojnë për shkak të pagave të tyre, të cilët nuk i kanë bartur mbetorinat prej ditësh, kështu që kryeqyteti i Kosovës është imbuluar me mbetorina. Disa organizata jo qeveritare nga veriu i Kosovës kërkuan shpjegim nga avokati i popullit Naim Qelaj në lidhje me deklaratën e tij në lidhje me akuzat për ngacmimin e grave dhe vajzave në pjesën veriore të Kosovës. Qelaj tha se këto akuze mund të jenë pjesë e një përpjekje nga grupe të caktuara për të dëmtuar reputacionin e policisë së Kosovës. Organizatat jo qeveritare kujtojnë se për shkak të numrit në rritje të raportimeve nga qytetarët dhe mbolimin mediatik të këtyre incidenteve, viktimat e të cilëve janë shpesh të mitura, një grup organizatash të shoqërive civile shprehen publikisht shqetësimin për mungesën e një reagimi të përshtatshëm institucional.
Me liturgji dhe prerjen e ambëlsirës festive në kishën e Shën Savës në Mitrovicën e Jugut u shënua solemnisht dhe vdia në tempull, transferimi i relikteve të Shën Savës në predikimin e tij gjatë liturgjisë. Kryeprifti Radoslav Janković deklaroi se ky tempull është një burim për të gjithë ata që u pagzuan dhe u martuan në të, por edhe që u dëbuan nga Mitrovica e Jugut për shkak të rrethanave të ndryshme. Mikpresi i Kremtimit Slaxhan Jokić përshëndeti besimtarët e pranishëm dhe tha se forca e tyre qëndron në besimin e tyre. Kisha Shën Savës në Mitrovicën e Jugut u ndërtua në fund të shekullit 20 dhe gjatë trazirave të vitit 2004 kisha u doq dhe u dëmtua rënd. Moti kthjellët në Serbi të martën e mëngjes me vranësira mesetare në veri. Gjatë ditës pritet intervale me diell dhe vranësira, ndërsa gjatë mbrëmjes dhe natës në perëndim dhe veri të Serbisë do të ketë kushte për reshje lokale shiu me bubullima. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 7 deri në 11, kurse ajo maksimale ditore nga 20 deri në 24 gradë Celsius.